Në një aktivitet të zhvilluar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ambasadori i OSBE-s në vendin ton, Taran, tha se ligji për zgjedhjet në Shqipëri nuk është aty ku duhet të jetë, prandaj ai inkurajoi nisjen sa më të shpejtë të punës së komisionit për reformën zgjedhore. Sipas tij, të gjitha partitë politike bien dakord për nevojën e ndryshimeve, ndërsa ODIHR nuk përfshihet në debatin politik. Sigurisht që puna kryesore bëhet te komisioneri edhe te parlamenti, dhe rekomandimet e ODIHR-it janë për të përmirësuar, të reformuar ligjin e zgjedhjeve. Edhe këtu mbështesim, edhe këtu bashkëpunojmë dhe sigurisht që enkurajojmë punën e komisionit ad hoc, komisionit për reformën e zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifilloj punën e saj, sepse puna e saj është një punë shumë e rëndësishme, sepse ka një problem, ka disa problem të lidhura me ligjin e zgjedhjeve që nuk është akoma sipas nesh duhet të jetë, dhe kjo është një rekomandim që bëhet nga mision të vëzhgimit ODIHR çdo herë. Dhe kësaj herë unë kam përshtypje që mesazhin e ODIHR-it e kanë dëgjuar. Më duket që partitë politike të ndryshme, dhe sigurisht nuk hym në asnjë mënyrë në debatin politik, këtu jemi absolutisht neutral, nuk është roli ynë. Por flas unë për gjithë partitë politike që janë të përfaqësuara në parlament, dhe kemi përshtypje që të gjithë janë dakord që ky ligj, reforma e ligjit është e nevojshme.